Kushtrimi ofendon Albën me një fjali që bie rënd dhe ul çdo nivel diskutimi, shqyqyr që i ka, hoqa një palë bizhame të kalterta, se ka një muaj ditë pa i hequr. Një fjali që nuk ka as humor, as ironi, as zgjuarsi. Vetëm për buzje e lirë dhe munges respekti, në atë moment, Alba qohet në mes të bisedës, para të gjithve, dhe nuk e lë të kaloj pa reaguar. Zëri i saj është i prerë, i qartë dhe i drejt për drejt. Ajo i thot se kjo është një turp, se këto nuk janë fjalë për të thënë, aq më pak në një debat ku supozohet të flitet me mend, jo me gojë të lirë. I kujton se niveli i fjalorit të tij ka rënë aq poshtë, sa ka zbritur te brekët dhe bizhamet. Aty ku mbaron çdo argument dhe fillon banaliteti, debati nuk është më për temën fillestare. Ai moment e zhvesh kushtrimin nga çdo pretendim serioz. Kur nuk ke çfarë të thuash, kalon te ofendimi. Kur nuk ke argument, sulmon personalisht. Dhe kjo, sipas Albës, është shenja më e qartë e dobësisë, jo e forcës. Ajo i thotë se respekti nuk fitohet duke ulur tjetrin, por duke ngritur veten. Dhe se një njeri që përdor fjalë të tilla nuk po godet askënd tjetër veç vetes. Sepse publiku i dëgjon të gjitha, i sheh të gjitha dhe kupton shumë mirë se kush flet për ide dhe kush flet për rroba të brendshme, situata bëhet e rëndë. Heshtja që pason fjalët e Albës është më e fortë se çdo britm. Kushtrimi mbetet pa përgjigje, sepse aty ku mungon niveli, nuk ka më debat. Ka vetëm turp, ky moment shënon një vijë të qartë, kur diskutimi bie kaq poshtë, nuk është më debat, është degradim. Dhe Alba e bën të qartë se nuk pranon të ulet në atë nivel, as për t'u përgjigjur, as për t'u justifikuar. Sepse disa fjalë nuk meritojnë kundërpërgjigje, por vetëm demaskim publik.